dhe trajneri këtyre më thotë që dile arbitroj. Pse si arbitron? Dhe unë fillova të arbitroj rastisht, ai një ditë më merr, më çon në federat, Astrid Zhorda ishte përgjegjësi arbitrave dhe presë ditën 74 unë filloi arbitrimin. Dhe deri në 2023-shin, po themi 2020 kam qenë në jeta ime përveç shkollimit, familjes e me radhë, ka qenë dhe arbitrim. Pra arbitër në fush, zyrtar, 15 vjet kam drejtuar arbitrat në federat, 15 vjet në Ministrinë e Arsimit punonjës i sportit, por duke referuar arbitrimit, unë preti në 74 unë fillova të arbitroj. Dhe duke qenë në nivelet e larta të arbitrimit. Po, këtë po pyesja, pra në cilën kategori dhe nëse mban mend ndonjë ndeshje, po. Në kategorinë e parë mbaj mend shumë ndeshje, kam arbitruar me arbitrat më të famshëm të kohës. Ndeshjen e parë e kam arbitruar, kam qenë nënsor, ka qenë 78-a, llogarit edhe kam qenë me Lulzim Konçin, i cili ka disa pak ditë që është nga jeta, Durrës, ai personalitet arbitër i FIFA-s, unë njëri, kujtoj udhëtimet me trena, kujtoj gjithçka vajtjet, ardhjet, njerëzit, personazhet. Është një jetë e bukur apo jo kjo e tureve sportive ku dhe gjithë mirë prisin? Vjen një moment një që njeriu gjykon thotë, ore shiko, mos ka qenë një profesion i gabuar ose në këtë drejtim përkundërzi. Ke patur, po, do një përplasje me do një futbollist në luftën, thotë. Ai sa përplasje, aq edhe do kisha dëshirë të më tregoj ndonjë histori. Edhe kënaqësi, po kam pas problem shumë futbollistët e vështirë, Agustin Kola. Një futbollist i jashtëzakonshëm, por ishte shumë lojtar i vështirë në fushën e lojës. Pra pretendonte për gjithçka dhe sa që takohemi, kujtojmë këtë lloj momenti që kishte me ne Sokol Kushta. Lojtar jashtëzakonisht i vështirë në kuptimin sportiv. Po, për gjyqtarin. Po, për gjyqtarin, sepse në ato vite nuk ishte lehtë arbitroje, kushtet ishin minimale. Kujtoj dhe rrugët e parë shtetit që kam qenë, sepse ishte kënaqësi e madhe dili e shtetit të herë me arbitrimin. Pra një pjesë e rëndësishme e jetës është edhe sektor. Jo se duhet jetë gjithmonë edhe problem, ti nuk kishe motor apo jo? Unë kisha një motor, por në Vlorë sa herë, por Vlora sigurisht kishte, Shkodra ishte qytet pa probleme, Vlora ishte me probleme, qytet i vështirë, siç është edhe sot, por ishte edhe një lloj kënaqësie e veçantë. Kështu që ai është një profesion jo i lehtë, edhe për familjen jo, sepse llogarit mendohesha kthehesha ndark, shtunave nuk ishe në shtëpi, por që sot të them që jam krenar për atë lloj profesioni, se ishte profesioni i dytë. Ne ishim në përpuna tjera, ishim të angazhuar me tjera probleme. Ke mbaruar histori gjeografi? Pra, kështu që, por që ishte një shtunë e del, ishte një angazhim dhe që sot them me kënaqësi që pastaj kontributin Federatën e Futbollit ka qenë jashtëzakonshëm, kontaktet jashtë shtetit. Në momentin 97 kam drejtuar arbitrat. Mendon në 97 në atë lloj situate të drejtoj arbitrat në Shqipëri nuk ishte lehtë, me kërcënime, me probleme, me arbitrat që nuk donin të shkonin, me historinë e viteve 97-2000 që pastaj me Starovën mblidhi se u zgjodh sekretar federata dhe ishte ai që më mori në 97 për të filluar punë federat. U pajtuat ndonjëherë apo gjithmonë Partizani njëri ishte atë mendontori tjetri? Një sekret vogël, në vitin 73-74 unë s'kisha më pasion për Partizanin në kuptimin figurativ, isha një ndër tifozët e mëdhenj Shkëndis. Sepse lojtarët Starova, Mund Gëzdari, pra Arjan Bakiri, shokët e mi, lunin me Shkëndin, kështu që vinim për të parë Shkëndin. Ishim 10 veta që vinim ke tribuna përballë këtu, edhe shikonim Shkëndin, se Shkëndia nuk ishte tifoz.